besoj që po, për arsye se kisha pas qef me u kon pjesë e këtij studimi edhe me ndihmu qytetet tona që në të ardhmen me kon qytete më të gjelbërta, më të shëndetshme për secilin për ne, për arsye se nëse vazhdojmë kështu me ndërtime të shumta, tash po flas edhe nga eksperienca në arkitekturë, shumica veç po ndërtojnë, edhe nuk po e shohin komponentën e gjelbrimit aq të rëndësishme. Po secili prej neve e kërkon, kur del një shëtitje, secili e kërkojmë një hapësirë të gjelbërt, një hije, që me mujt me u relaksu. Prandaj edhe kisha pas dëshirë që me e përdor këtë rregull në të gjitha qytetet e Kosovës. Çka do të bëjnë komunat, kryetarët e komunave konkretisht për të kriju hapësira gjelbruese më të mëdha? Atëherë sa i përket temës në fjalë, kryetarëve të komunave dhe akterëve që kanë vendimarrjen e politikë bërjen hapësinore në kompetencën e tyre, mbetet veç që të kenë vullnet për të bë projekte të tilla. Pra nëse duhet që të merret në konsiderat implementimi i këtij studimi, sepse mbi të gjitha ky studim qëndron me rëndësinë është i aplikueshëm, është i përdorshëm, atëherë ne mund t'ju ofrojmë ekspertizën tonë për një gjë të tillë. Por mbi të gjitha komunat. Hajde të tregojmë kryetarëve të komunave që sa ndikojnë hapësira gjelbruese në shëndetin e njerëzve. Ndoshta edhe kështu e marrin vullnetin që të krijojnë sa më shumë projekte të tilla. Kur i përmenda 3 parametrat e rregullit 330-300, atëherë po e them saktësisht pse është 3 pemë nga vendqëndrimi jonë që të kemi dukshmëri. Sepse kjo ndikon në shëndetin tonë. Kurse pse është 30% mbulim me kurorë të gjelbërt, sepse kjo e ndihmon biodiversitetin, e ndihmon cilësinë e ajrit, pra bën që një qytet të jetë më i shëndetshëm, dhe pse është ky parametri 300, sepse kjo e ndihmon aktivitetin fizik të njerëzit, pra edhe ndërveprimshmërinë shoqërore. Pra që kjo është domethënia e kësaj shpjeguar me terma më të kapshëm, më të thjeshtë. Po sa kushton mungesa e planifikimit të gjelbërt? Atëherë mungesa e planifikimit të gjelbrimit ndikon tepër shumë, siç tha edhe profesori, në shëndetin mendor edhe po ashtu fizik të njerëzve, për arsye se gjelbrimi me kohë kemi me pa domethënë ndryshime klimatike. Na po shohim tash me njëherë si po bjen një shi, po ka përmbytje. Në momentin që ka gjelbrim, këto ujëra kanë me u qarkullu shumë ma lehtë, ose verës, kur po është tepër nxehtë, po krijohen ishuj të nxehtë urban. Në momentin që ka pemë të mjaftueshme edhe krijohet një hije e mjaftueshme, këto temperatura kanë me ra dukshëm. Prandaj domethënë është tepër e rëndësishme gjelbrimi me u planifikua dhe me u përdor në planifikimet. Po ndërlidhëm të ishujt urban të nxehtësisë. Është një koncept të nocion që ka domethënien që për shkak të asfaltimit, betonimit, pra cementimit të zonave të caktuara, kur në zonat përreth ose rurale ka një temperaturë të caktuar specifike, po themi 30 gradë Celsius, në ato zona, pra në zona urbane të betonuara, ngrin temperatura deri në 50 gradë Celsius. Prandaj quhen ishuj urban të nxehtësisë. Dhe kjo pikërisht për shkak të mungesës së gjelbrimit, për shkak të betonimit, asfaltimit. Shumë për ju them një fakt tjetër. Kam një studente tjetër që ka mbaruar të temën e saj master, ka analizuar zgjerimin dhe shtrirjen urbane të Prishtinës prej vitit 1990 deri në vitin 2024. Dhe studimi e rezulton që në vitin 1990 Prishtina ka qenë ndërtuar veç për afërsisht 15% e territorit saj. Ndërsa në vitin 2024 Prishtina është ndërtuar 46% të territorit saj. Pra çfarë ndryshimi drastik, çfarë zgjerimi rapid e i hapshëm i sipërfaqeve të Prishtinës të mbuluara me mbulesën e tokës, ndërtim, pra betonim ose asfaltim. Dhe gjithë kjo ndikon në ndryshimin e temperaturave brenda qytetit. Mandej ne jemi dëshmitar në këtë shekull që folet shumë për ngrohjen globale.